Për të shtatën ditë radhazi banorët e Rjollit vjojnë rezistencën kundër ndërtimit të restorantit turistik të biznesmenit Bashkim Ulaj. Protesta e sotme mori një dimension të ri pasi banorët janë zhvendosur përpara Bashkisë së Shkodrës për të qartë kërkesën e tyre për zgjedhje ligjore. Ata kërkojnë që institucionet e drejtësisë të veprojnë me prioritet dhe të shmangin çdo vonesë që mund të dëmtojë të drejtat e tyre pronësore. Sipas banorëve, dokumentet që disponojnë tregojnë pronësinë e lishme të tokës dhe çdo ndërhyrje apo ndërtimi që shkel të drejtën e tyre konsiderohet e padrejtë dhe e pabazuar. Ata paralajmërojnë se nuk do të ndalen derisa të marrin një përgjigje të qartë dhe të zbatueshme nga autoritetet. Kena një problem shumë serioz me pronën tonë, siç ishim te Prokuroria e Shkodrës, i na zhvendos para Bashkisë Shkodrës për të marrë reagimin e një nga zyrtarëve të Bashkisë Shkodrës, me që asnjë s'ka begenisë me fol për problemin tonë. Ne jena zonë që administrona nga Bashkia e Shkodrës, nuk jena komunitet i vogël, bëhet fjalë me na marrë të tanve pronat, me na lënë pa prona, jo një familje, jo dy, por gjithë fshati. Banorëve po ju plaçkitet prona. Si është marrë leje ndërtimit, kush e ka dhënë, pse e kanë dhënë, në bazë të çfarë kriterësh e kanë dhënë, kush është pyet, sepse asnjë nga këta banorë të Rjollit nuk janë pyet. Nuk mundem me shku me pyet kompleksit për Rjollin, as ata të Dukaxhinit nuk mundën marrë me fol për Rjollin. Dëgjesa publike që ata pretendojnë, firma ndërtuese pretendon që ka bë, nuk është bërë me banorët e Rjollit. I lutën a shumë të dalin, të reagojnë edhe të mbrojnë qytetarët e vet. Të mbrojnë ata për cilët është votuar me mbrojt. Nuk është votuar me dalë me mbrojt investimet e Bashkim Ulës apo të Fatmir Shpesë, falsifikimet e tyre. Është votuar me na mbrojt ne si qytetar. Në protestë morën pjesë edhe emigrantë shqiptarë nga Gjermania dhe Anglia, të cilët u kthyen posaçërisht për të mbështetur komunitetin e tyre në Rjoll. Sipas tyre, solidariteti i diasporës është një mesazh se çështja e tokave nuk është vetëm një problem lokal, por një çështje që prek të drejtën për pronën dhe transparencën ligjore në vend. Banorët e Rjollit bëjnë thirrje për ndërhyrje të menjëhershme ligjore dhe paralajmërojnë se protestat do të vijojnë çdo ditë derisa Bashkia dhe institucionet përkatëse të ofrojnë një zgjidhje përfundimtare, duke shmangur çdo mundësi për zvarritje të procesit.